Përshëndetje miq, po e vazhdoj pra me shpjegimin e situatës mjaft delikate në Turqi. Them mjaft delikate sepse ndalimi i kryebashkiakut të Stambollit Ekrem Imamoglu ka shkaktuar bujë të madhe si brenda Turqisë si dhe në arenën ndërkombëtare. Shtetet të shumta, mediume të shteteve të shumta në botë janë duke u marrë me çështjen e arrestimit apo mbajtjes së Ekrem Imamoglus. Nëse i shikon me kujdes mediat dhe i përcjell me vëmendje, lehtë mund të shohësh se janë të ndarë në dy tabore. Tabori i parë, i cili flet parafarsisht me atë që e shpërfaqin media turke, pra në favor të politikës zyrtare të Turqisë, por tabori tjetër flet për rreth arrestimit të Imamoglus me një farë konotacioni apo kuptimi se e gjithë kjo është bërë qëllimisht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan për t'ja prerë rrugën dhe mundësit Imamoglus që të mos kandidoj në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Andaj, titujt e këtyre gazetave të shumta të njohura, sidomos në botën perëndimore, titujt e tyre zakonisht janisin me Erdogan e arreston rivalin e tij. Në Turqi prokuroria e akuzon rivalin e presidentit Erdogan dhe të ngjashme, që japin me kuptuar se është një tabor i cili çështjen e brendshme të Turqisë e shikon me sy kritik dhe me sy konkurrente ndaj Turqisë, vend ky i cili viteve të fundit ka përforcuar pozicionin e vet në politikat ndërkombëtare, sidomos në rajonin ku është e pozicionuar Turqia, në Azinë e Mesme, në lindjen e mesme dhe fuqizimin e saj si asnjëherë më parë edhe në Ballkan. Shikuar në përgjithësi, mediat pra flasin me dy gjuhë. Por ajo që dua këtu ta përmendi është qëndrimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe njerë po them, megjithëse që një numër jo i vogël i mediave amerikane kanë raportuar me një gjuhë pro Imamoglu dhe kundër Erdogan, qëndrimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është krejtësisht ndryshëm. Dhe kjo jep me kuptue edhe më shumë atë të cilën edhe une personalisht kohëve të fundit kam shpjeguar një afërsi të paparit që nga viti 1952 midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zaten Trump ende pa ardhur në shtëpinë e bardhë i pati dhënë shenjat e një afrimi me Turqinë duke e lavdruar qëndrimin e Erdogan në lidhje me politikën ndërkombëtare e sidomos qëndrimin e Turqisë në lidhje me lindjen e mesme. Megjithëse varejhej një ndarje apo një vizione të kundërta mes vetes sa i përket YPG-s kurde e sidomos sa i përket elementeve terroriste të ISIS-it, të cilat mbaheshin në burgje nën kontrollin e YPG-s, marrë në përgjithësi politika e Donald Trump në raport me Turqinë është një politik përafruese dhe shkojnë paralel sa i përket disa pikave të nxehta në arenën ndërkombëtare. Unë besoj bindshëm se me gjithë konkurencën e tyre, me gjithë ndasit në vizion dhe në qëndrime sa i përket Sirisë,
Ato, Turqia pra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një qëndrim të përbashkët dhe veprojnë ta quaj kushtimisht nën tavolinë së bashku për qetësimin e situatës në Siri. Kjo nuk i bie se nuk do të kuptohet se Turqia është duke vepruar në disfavor të interesave siriane dhe arabe, pra është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo, asesi, kështu nuk bën të kuptohet dhe të lexohet kjo deklarate imja, por ajo që dua të them se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë mundësi Turqisë që të favorizon dhe të forcon pozicionin e saj, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë aleat tjetër përveç Turqisë e cila mund t'i kryej do punë të cilat shkojnë në fakt në favor të politikave afatmesme dhe afatgjata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjet e mesme. Imagjinoni, unë edhe dje e shpjegova çështjen e Somalilandit, ku SBA-ja dhe Britania janë për një pavarësi dhe njohje të pavarësisë Somalilandit, sepse kjo i ndihmon shumë pozicionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në grykën e detit të Kuq, aty ku kalojnë anijet e shumta me mijëra anije që hyjnë aty, që vijnë nga Indokina, arkipelagu i Malajës, nga India, në përdetin e Kuq, në kanalin e Suezit, pastaj në Mediteran dhe nga Mediterani, ka gryka e Gibraltarit drejt Atlantikut dhe në kontinentin e Amerikës. Imagjinoni, desha të them se 1500 pjesëtar të ISIS-it, të cilët kanë qenë duke mbajtur në burgjet të cilat i kontrollonte dhe i kishte nën menaxhim YPG-ja kurde, janë nxjerrë nga aty, dhe kjo është bo sigurisht edhe me dijenin e Turqisë, janë nxjerrë nga aty dhe janë dërguar në Somaliland për t'ia mësuar, ta them kështu pak si me sarkazëm, sheriatin dhe islamin somalezve, shtet ky i cili kryekpot është shtet islam. Pra elementet e ISIS-it do t'i dohen Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i kryer disa punë të saj në Somali, mbas edhe në Djibouti, në Eritri dhe në atë pjesë, në atë bri të Afrikës ku është te fillimi i detit të Kuq. Marë në përgjithësi dhe marë parasysh të gjitha këto, edhe tek rasti i Imam Olus, deklarata zyrtare e SBA-ve është se çështja e Imam Olus është proces dhe çështje e brendshme e Turqisë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tejmi Bruce, ka deklaruar dje se nuk do të komentoj ngjarjet e ashetimet për terrorizëm dhe korrupsion të nisura kundër kryetarit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Ekrem İmamoğlu. Kjo zëdhënëse, pra, përderisa kur është pyetur se, me pyetjen, citoj, rivali kryesor i presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, İmamoğlu është arrestuar në një hetim për korrupsion dhe ndihmë terrorizmi, a jeni ju e shqetësuar, pyetja e gazetarit, dhe cili është vendim vlerësimi i juaj në fund të konferencës për shtyp. Ajo thot, ne mund ta inkurajojmë Turqinë të respektoj të drejtat e njeriut dhe të trajtoj si dohet kornizën e saj të punëve të brendshme. Por, në të njëjtën kohë, ne nuk do të komentojmë mbi proceset e brendshme dhe vendimarrëse të një vendi tjetër, aq më pak të shtetit miktonin siç është Turqia.
thjesht, ajo thot, ju kujtojmë se ne presim nga Turqia që të vepron në një mënyrë që respekton të drejtat e gjithë qytetarëve të saj. Kjo është e qartë dhe kështu duhet të vazhdohet edhe më tutje në Turqi. Pra, deklarata e Tami Brejs jep me kuptuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të interferojnë në politikat e brendshme të Turqisë, e dyta se është krah mbështetës i politikave të brendshme dhe të jashtme të Turqisë, dhe e treta, atë që e ka thënë në fillim Donald Trump për Erdogan, se është një lider i mençur i cili i dohet edhe popullit turk, edhe popujve të rajonit të lindjes e mesme, po dalin si shenja dhe argumente të një parafrimi shumë të afërt apo shumë të fuqishëm midis Ankara zyrtare dhe Washingtonit. Dihet pra, e kam shpjeguar edhe dje, se Imam Olu është duke u mbajtur në paraburgim dhe është duke u marrë në pyetje ku sipas analistëve dhe mediave turke, qëndrimi i tij në paraburgim fillimisht do të jetë 3 ditë deri të premten e ardhshme. Se çfarë do të bëhet me të më pastaj, këtë ne nuk mund ta prejudikojmë apo paragjykojmë. Ajo që unë dua të ju them juve në fund të kësaj video është se do të jem më azhor dhe më i shpesht në videot e mia në lidhje me Turqinë, për shkak të situatës teje të nxehur dhe delikate, e cila është në një pikë vlimi para shpërthimit të masave, mbrojtëse të Imam Olu dhe militantëve të GHP-s kundër presidentit Erdogan dhe kundër politikës zyrtare të Ankaras. Dje, kryetari i GHP-s për Stambollin, Çelik, ka bërë thirrje që të dilet në rrugë dhe të protestohet kundër vendimeve të hetuesisë dhe prokurorisë turke, ku më pastaj Valiliku apo guvernatoria e Istanbulit del me deklaratën e ndalimit 4 ditor të çfarëdo demonstrate tubimi, mbase edhe dhënje të deklaratave para gazetarëve në lidhje me rastin. Do të vazhdoj këtë ditë, edhe njëherë po them, me shpjegimin e situatës në Turqi, duke e përfunduar me fjalët se qëndrimet e Washingtonit, e State Departmentit kësaj radhe, edhe njëherë tregojnë qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkojnë ka fuqizimi i raporteve me Turqinë, sepse Turqia i duhet Amerikës në lindjen e mesme dhe mesa po shihet do t'i dohet shumë edhe brenda NATO-s dhe në çështjet evropiane. Deri në një video tjetër, mirëmbëjtje.